në Evropë. E qartë, ndërkohë Ballkani si e shikon? Ballkani duket sikur është pak më i qetë, po kemi situatë problematike në Serbi. Ballkani është në pritje. Pra janë gjithë, po të shohë në Shqipëri, në Maqedoni, në Serbi, kudo janë gjithë në pritje se si do përfundoj lufta mes Shtetet Bashkuara dhe Evropës në radhë parë, pra anën e kujt dëshirojnë të mbajnë. Në Serbi, Aleksandar Vučić është në kufit e mbijetesës për momentin, dhe unë kam përshtypjen që fakti që nuk ka thirrur ende zgjedhjet parakoshme, gjë që ka bërë shpesh gjatë këtyre 10-11 viteve të fundit që është në pushtet, tregon që ka frikën e zgjedhjeve të parakoshme, ka frikën se mund t'i humbasë zgjedhjet e ardhshme, sidomos gjatë zgjedhjeve të vitit 23 për shembull në nëntor të 2023-shit në Beograd rezultati doli thuajse barazim. Pra Aleksandar Vučić për momentin thuash i friksohet zgjedhjeve të parakoshme. Pra kjo është ajo që mund të lexoj nga qasja e tij dhe nga stili i tij gjatë këtyre 11 viteve që ka qenë në pushtet, sepse zgjedhjet e parakoshme ka bërë shpesh në Serbi. Ndodhte që bëshin zgjedhje në një vit dhe pas një viti bënte zgjedhjet parakoshme, sepse ishte i bindur që mund të fitonte thellë. Fakti që ende ka pas gati 7 muajsh protestash masive nuk ka thirrur zgjedhjet parakoshme, tregon që ai friksohet zgjedhjet e parakoshme që mund të humbas pushtetin. Por ka një gjë që duket se kjo administratë amerikane mund të jetë, si thuaç, pak më prirur ndaj serbëve se ndaj shqiptarëve në Ballkan. Takimi që djali i tij bëri në Beograd është një sinjal jo i mirë për Kosovën dhe një sinjal jo i mirë për shqiptarët në Këtu Ledion dua të bëj një pyetje, sepse kam dëgjuar disa diplomatë shqiptar, ish diplomatë, të cilët thonë nuk ka asnjë gjë për të shqetësuar pasi djali Donald Trump nuk përfaqëson Donald Trump vet, nuk përfaqëson administratën amerikane. Ka në gjë që duhet shqetësohemi nga thëniet e tij apo jo? Shko, këtu ka dy gjëra. Në radhë parë, unë mendoj që kjo është administratë shumë personale. Pra kjo është administratë amerikane që funksionon me djalin, vajzën, dhëndrin, kushëririn, kunatin, kështu funksionon. Pra funksionon në mënyrë personale dhe këtë kemi parë edhe në drejtime të tjera. Për shembull në Groenland, kur filloi diskutimi për Groenlandën, kush ishte personi i parë që vajti? Ishte djali Donald Trump. Pra kështu funksionon kjo administratë. Dhe e dyta është një ide që qarkullon mes qarqeve të ekstremit të djathtë në Shtetet Bashkuara dhe qarkullon mes njerëzve të cilët i frymëzojnë këto qarqe, siç mund të jetë djali Donald Trump, siç mund të jetë gazetari Tucker Carlson, është një figurë tjetër mediatike Joe Rogan, për shembull, që ka një ndjekje shumë të madhe në Shtetet Bashkuara, cilët kanë një ndikim shumë të madh në qarqet e djathta në Shtetet Bashkuara që kanë votuar mbi gjitha Donald Trump dhe ideja ishte që në 1999 NATO bëri gabim që bombardoi Serbinë sepse në konceptin e tyre bombardoi një shtet të krishterë për të mbrojtur muslimanët e Kosovës. Pra kjo është një narrativ që ekziston tek një pjesë e madhe të djathtas ekstreme në Shtetet Bashkuara, e cila ka votuar Donald Trump gjatë zgjedhjeve të fundit. Dhe kjo ide sigurisht mund të ketë një lloj ndikimi në politikën e jashtme amerikane. Por çdo gjë në lidhje me qoftë me Kosovën, lidhje me Ballkanin, ka mbështymin që do varet nga përfundimi i luftës në Ukrainë. Pra si del Rusia nga lufta në Ukrainë? Nëse Rusia del fitimtare nga lufta në Ukrainë, sigurisht mund të kemi një rritje të ndikimit të saj në vendet e Ballkanit dhe mund të ketë pse jo edhe një përpjekje të Rusisë për të rindryshuar për të ndryshuar kufit e Ballkanit mes Kosovës, Serbisë, po dhe mes Bosnjë e Hercegovinës. Unë mendoj që nga kjo administratë duhet të jemi pjesërisht të shqetësuar. Pra nuk është më një administratë që funksionon siç funksionon më përpashme, nuk funksionon me struktura. Ne kemi parë kur mbyllu sajti, për shembull, sekretari i shtetit e mori në dorë dhe të nesërmen ja hoqe nga dora, si thua, Donald Trump bashkë me Elon Musk. Pra funksionon në mënyrë të tillë. Dhe tjetra është ajo që thash përpara që një pjesë e madhe e kësaj e njerëzve që frymëzojnë këtë administratë ka ide të çuditshme në lidhje me Kosovën, lidhje me Serbinë, lidhje me krishtërimin. Pra ide që mund të ndikojnë për keq në mënyrën se si përfundon gjithë situata në lidhje mes Kosovës dhe Serbisë. Por nëse vjen puna tek ribërja e kufive në Ballkan dhe një ribërje ka përshtypjen e shkëmbimit territorial mes Kosovës dhe Serbisë mund të shërbejë mbylljes një herë përgjithmonë të konfliktit mes shqiptarëve dhe serbëve, pse jo mos bëhet diçka e tillë. Pra nuk duhet të themi jo në asnjë rast në situata të tilla. Dhe kjo situatë pak në momenti, po duket edhe në vjet në vazhdim, mund të jetë një ato situatat e harta, ku fuqitë e mëdha, të paktën Shtetet Bashkuara dhe Rusia janë në një mendje. Kështu që kur janë në një mendje fuqitë e mëdha, pse mos ndryshojnë dhe kufit në